Jeta në Kosovë, 6 pikat e Ban Ki-moonit. Kosova është sovrane, e për të duhet vendos populli dhe vetëm populli. A do të jetë Kosova e aftë ti mbroj qëndrimet e veta? A janë të afër në qujtë? Lutem, shoferi im është i afër imi. E me njerë pas dëndit të Kosovës dhe të ndishtë debatin jeta në komunë. Këtë ente për cilën i debatin jeta në Novobërg apo Artan. Jeta në Kosovë çdo të ente në 8:20 dhe reprizat të premten në mesditë. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Unë jam Muhamet Hrollahu dhe sonde do të flasim për 6 pikat e famshme të Ban Ki-moonit. A është ky reagimi i Kosovës i vonuar? A është dashur të reagojmë njëherë në qershor kur ka filluar e tërë kjo ide? Apo thjesht institucionet e Kosovës ende nuk kanë kapacitet të primë proceseve? A duhet edhe një kohë të ndërtojmë shtetin tonë duke reaguar sot për nesër dhe të shpresojmë që mesht t'i kryejnë punën tona, apo ka ndonjë zgjidhje që të ndërtojmë një sistem efikas shtetëror? Dhe së fundi, a është Kosova një territor apo një tërësi territorësh me legjislacion e administrim të ndryshëm? A do të mund të gjithë qytetarët e Kosovës të jenë të njëjtë para të njëjtit ligj, apo do të kemi UNMEK, EULEX e kushe diçka tjetër që të administrojë Kosovën për neve? Për të diskutuar me mua në studio janë Bardh Hamzaj, kryeredaktor i të përditshme Zëri, Margarita Kadriu, kryeredaktore e të përditshme Kosova Sot, Arber Vllahio, gazetari BBC, seksioni i gjuhës shqipe dhe Muhamet Mavraj, botues i të përditshmes Epoka Re. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Zoti Hamzaj, ju në Zëri keni botu dokumentin 6 pikave të sekretarit përgjithshëm të OKB-s. Mirë po, a është ky dokumenti final që ne e kemi këto? Sonte, kjo pyetje, përgjigjen e këtë pyetje mund të bëj njerëzit e pasur, domethënë, më vërtet është vështirë me thonë a është ky dokumenti final. Por ajo që unë mund të them është se Zëri ka arrit drejt se ky dokument ditën e diel me datën 9 nëntor, të nesërmen e ka botu. Ndërkohë, ajo që kemi pa ka qenë takime të pandërprera të liderëve të institucioneve të Kosovës me përfaqësuesit e Kvintit në Prishtinë dhe atë ditë në mbrëmje, domethënë të hënën, e kemi ndëgjuar në ora 6 në mbrëmje në një konferencë të lajmëruar si urgjent të presidentit dhe kryeministit, një jo të Kosovës ndaj planit të arritur mes UNMIK-ut dhe Beogradit për 6 pikën e Ban Ki-moonit. Ndërkohë, ka pasur anulimi i mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, e cila është planifikuar të mbahej me 11 nëntor, dhe një anulim të konkluzave për Kosovën, po të njëjtën ditë në mbledhjen e ministrave të BE-s në Bruksel. Ndërkohë një intervistë mjaft me kuptim dhe të mjaft serioze të ambasadores amerikane në Prishtinë, pastaj ardhjen e Daniel Fridit në Kosovë dhe gjatë të gjitha këtyre ditëve përsëritjen e jos nga liderët e institucioneve të Kosovës ndaj këtij plani. Domethënë deri në ditën e sotme ne nuk kemi pa një dokument tjetër as të folun, as në formë dokumenti, apo një demand të asaj që ka botuar Zëri me datën 10 nëntor. A do me thonë që ka pika tjera, plan tjetër për posë që sona që është botu në gazetën e juj, mirë po dhe media tjera? Masi që nuk është paraqit, do me thonë, zyrtaresht prej institucioneve tona, për posë asoj jos që tash më dihet që është thonë nga Prishtina zyrtare. Unë nuk jam në dieni se ekziston një plan tjetër. Mirë, zonja Kadrio, a do me thonë që ne në Kosovë akoma nuk e kemi të qartë se për çka jemi, ka pas edhe protesta, edhe nuk e kemi të qartë se për çka po protestojmë thjesht, apo e dim se cilat janë 6 pikat e Ban Ki-moonit zyrtarisht? Po faktikisht në shtypë dhe në media, që ofshin ato elektronika apo të shtypëra, kanë qarkulluar këto pika dhe keqa krejt kësaj pune është që institucionet kosovare nuk ka qenë transparente në këtë proces dhe është dashur që popullit, i cili domethënë faktikisht ditën
dje protestoi në mënyrë masovike, do të t'ju shpjegohet deri në detaje se çka përmbajnë këto 6 pika. Do të thotë mediat janë përpjekur në mënyrën e vet me forcat e veta që t'u shpjegojnë popullatës, mirë po mendoj se kjo është edhe obligim i vetë institucioneve për shkak se populli ka zgjedhur ata në ato pozita ku gjenden, dhe ata duhet t'i japin përgjegjësi, do të thotë në konferencat e tyre për shtyp apo çfarë do të thotë përmes shpërndarjes në formë elektronike, tu shpërndahet mediave dhe thuhet se ky është drafti final i cili është dorëzuar letra finale të cilën e ka planuar presidenti Sejdiu dhe të cilën i është thënë jo e madhe. Mirë, po nënën tjetër ata i kanë thënë jo, edhe në fakt ne s'po e dim kujt i kanë thënë jo. Po ato i kanë thënë jo, do të thotë parimisht po dihet cilat janë ato pika, mirë po në detaje do të thotë në ndërtimin e fjalisë, në strukturë do të thotë nuk e dim saktësisht a është kjo të cilën ne kemi pasur në gazetat tona finale apo ka pas në ndryshim, edhe pse do të thotë vendet e Kuintit prej momentit kur e kanë prezantuar, ata kanë mbetur decidisht pranë asaj që ky dokument është i pandryshueshëm. Zotër Arber, a do me thonë që as mediat e huaja ju punoni për BBC-n seksionin Gjuhës Shqipe, ne në Kosovë nuk po e dim thjesht cilat janë, a do me thonë që as jo nuk mund ta dini se cilat janë ato 6 pika zyrtare që kanë nga sekretari përgjithshëm i OKB-s? Në fakt, dokumenti i zotit Ban Ki-moon është i datës 12 qershor. Nuk ka të bëjë me dokumentin me përgjithësim, do të ato që janë futur pastaj pjesë të tjera, fjalit të tjera brenda dokumentit 6 pikësh. Po pikat për cilat ka folur zoti Ban Ki-moon janë të datës 12 qershor. Përpara se të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës, do të thotë 3 ditë para se të hyjë. Dhe institucionet e Kosovës, në veçanti presidenti i Kosovës, ka qenë njoftuar me 6 pikat për cilat do duhet të diskutonte UNMIK-u me Beogradin dhe pastaj me dijenin e institucioneve të Kosovës. Edhe nuk ka pas ndryshime në këtë dokument? Nëse e shihni letrën e zotit Ban Ki-moon, janë 2 letra të datës 12 qershor. E para është letra që i dërgohet zotriut Sejdiu dhe e dyta është letra që i dërgohet presidentit Tadić. Në letrën e zotit Sejdiu, si thuhet, nuk ka 6 pika, kurse në letrën e presidentit Tadić thuhet se ka 6 pika për cilat duhet të diskutohet. Dhe opinioni ka qenë i njoftuar që më datën 12-13 qershor për të 6 pikat, po jo me përmbajtjen e hollësishme të pikave, sepse këto pastaj janë zhvilluar. Por në qoftë se marrim vetëm letrën e parë, e cila i është dërguar zotit Tadić, thuhet në pjesën për policinë ku unë kam pasur mundësi ta shoh, thuhet që policët serb në pjesën veriore të Kosovës duhet të përgjigjen apo duhet të kenë një zinxhir komandues me policinë ndërkombëtare. Dhe policia ndërkombëtare do duhet ishte ajo që do ta mbikëqyrte veprimtarinë e policisë. Pra, me këtë plan 6 pikësh, i cili është votuar pastaj apo ato referenca 6 pikëshe që është votuar pastaj me datën 13 qershor në Prishtinë, njerëzit kanë pas mundësi që ta shohin. Edhe institucionet e Kosovës, edhe qytetarët e Kosovës se për çfarë bëhet fjalë. Është tjetër reagim. Mu po duket se jemi duke biseduar për planin i cili është mri ndërkohë pas negociata më shumë se 1 muajshe të deleguarit të Ban Ki-moonit Andrew Ledel me Beogradin. Do të thonë është fjala për një plan të arritur në bazë të cilit do të bëjë vendosja e Euleksit në Kosovë. Neve po flasim për planin për letrat e zotit Ban Ki-moon të datës 12 qershor në cilën përmendet pikërisht 6 pikat e planit të zotit Ban Ki-moon. Ajo që është votuar me datën 10 të këtij muaji, nuk janë letrat e Ban Ki-moonit dërguar dy presidentëve në qershor. Kemi sinqert, dokumenti është zhvilluar ndryshe gjatë bisedimeve me Beogradin zyrtar. Dokumenti bilet jemi më sinqert, edhe letra e zotit Ban Ki-moon dërguar presidentit Tadić përmban elementet të planit apo përmban plotësisht elementet të planit të ish-ministrit për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Slobodan Samardžić. Më duket se për këtë po flasim domosdoshmë. Mirë, po ajo që është zhvilluar më vonë në periudhën kur janë bërë bisedimet prej gushtit të këtij viti, takimet e para me Goran Bogdanović dhe deri në fund këto janë çështje tjera që janë zhvilluar pastaj si biseda dhe është zhvilluar gjithë koncepti i cili ka dhënë planin i cili është votuar me datën 10. Zoti Vajo, do të thonë ju si BBC, a keni planin final 6 pikave të sekretarit përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon? Jo. Jo, asnjë. Zoti Mavraj, pse po ndodh ton kjo, do të thonë njerëzit në Kosovë thjesht nuk janë tu e di, do të thonë as deputetët e Kuvendit të Kosovës thjesht kanë thonë që nuk janë tu e di se cilat janë 6 pikat që sekretari i përgjithshëm përpas asaj që është shkruar, do të thonë deri tash në media, mirë, po zyrtarisht nuk ka pasur diçka, do të thonë presidenti edhe kryeministri nuk kanë njoftuar deputetët. Bëhet fjalë për një marrëveshje
një platformë pikash të arritura ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Serbisë dhe jo ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Kosovës. Do të thonë në Kosovë është sjell për më ushit një dokument i huj, do të thonë një pazar i huj. Është tentuar që të bëhet pazar të mbi një pazar të huj lidhur me Kosovën, ku Kosova nuk ka marrë pjesë. Ka pas arsye dhe ka hala arsye që për këtë lloj mos transparencë të kritikohet qeveria, të kritikohet gjithkush, do të thonë që është përgjegjës për ta. Po opinioni nuk ka met pa reflektime të atyne pikave. Disa nga mediat kanë publikuar edhe marrëveshjen ndërmjet Ban Ki-moonit dhe Beogradit, siç është kjo që ka Bozeri. Disa të tjera kanë marrë në mënyrë të tërthort, i kanë botuar që të gjitha, po esenca, ajo që na intereson, dihet nga të gjithë. Esenca e saj është lidhur me sovranitetin e Kosovës dhe me tërë sistemin shtetëror të Kosovës. Në veçanti, në 3 shtylla që janë atributet të shtetit: sistemin gjyqësor, sistemin policor dhe sistemin doganor të Kosovës. Automatikisht këto janë të papranueshme dhe s'kan çka komentojnë tutje. Mirë, do të thonë mediat e kanë kryer punën e vet mirë, po pse thjesht Kuvendi i Kosovës dhe proceset e Kuvendit të Kosovës nuk janë të njoftuar? Nuk jam i sigurt që ata janë të njoftuar. Nuk janë të njoftuar masaka. Dhe kjo i takon aty që pse nuk janë? Për arsye, do të thonë jam të folur për transparencën. Pse po bëhet ky sekret kaq i madh? Është probleme që ka diçka më shumë se 6? Jo, mendoj se është nënçmim. Jo, mendoj se institucionet janë duke nënçmuar me qëllim, do të thonë, vetë dokumentin, që smeriton shumë edhe të servuar popullit, përderisa ata thonë ne po e kryjm punën ashtu siç na ka autorizuar populli dhe po themi jo. Nuk më nështë për nëshmim për ashtu se dëmonë populli i Kosovës u ngrit në protesta, dëmonë 20-30.000 vetë, dojnë në rrugë për mi thonë jo ati dokumenti, edhe nuk ka tash institucionet e Kosovës nuk bujme në nëshmua dokumenti, dëmonë duhet me e bo publik, saktësisht edhe pse dëmonë si dokumenti tjil është një dokumenti cili ka qëllim plan për me shkatru shtetin e Kosovës. Dëmonë kjo është esenca e saj. Edhe njerëz që janë ngrit kanë protestuar për këtë punë. Për shembull, institucionet e Kosovës, mbledhjet e qeverisë i mbajnë të hapura për opinion. Domthonë, është dashur patjetër të jenë transparent edhe në këtë drejtim, për arsye se edhe besonin në shtëpitë kosovare, edhe fëmiu më i vogël e di çka plani 6 pikësh, që s'është mirë për Kosovën, nuk e di çka ka brenda, po domthonë çaq shumë është politizuar dhe kjo javë domthonë këto 2 javë të fundit kanë arrit një maksimum të elektricitetit dhe të problematikës prej momentit kur u shkall pavarësia e Kosovës 17 shkurt 2010. Mirë, pasi që jemi këtu, po. Në gusht të këtij viti, në intervistat e para që i ka dhënë Lamberto Xhanie, janë 3 intervista. Lamberto Xhanie ka folë pikërisht për të njëjtat gjëra për cilat flet edhe plani. Vetëm të jemi sinqertë, sepse edhe atëherë është përmend puna e Hong Kongut në dogana, dhe edhe atëherë është përmend puna e policisë dhe lidhjet apo hiqja e zinxhirit komandues për policisë Kosovës. Mirë, po opinioni nuk po e den. Të shohim në vazhdim, shikues nderuar, është e qartë se dokumentin final të 6 pikëve e ka vetëm një rreth i ngushtë presidentit Serbia dhe kryeministit Thaçi. Sidoqoftë, kolegu im Arif Muharrimi e ka përgatitur një analizë të asaj që është bërë publike nga këto 6 pikat e Ban Ki-moonit. Ta shohim Arif Muharrimi. Edhe politika është kulturë. Unë përkon qef me besu se populli jam është i kulturum, edhe pse kove të fundit politika s'na ka desh fort. S'na ka dash me u marrë me këto 6 pika me vakte tash, prete. Po a bon vlla me e marrë vesh njëherë qka kanë këto 6 pika. Stacionet dhe në stacionet dhe të hapin me autorizim të nevojeve operative apo atyre të sigurisë. Stacionet dhe në stacionet dhe të mbesin në komandën ekzistuese të zinxhirit komandues dhe do të monitorohen nga policia ndërkombëtare. Kjo po e bjen që derisa policia jonë është në Ministrinë e Punëve të Brendshme, policia në veri do t'ju raportoj të huajve. E ku është kushtetuta? Qa u bo me sundimin e ligjit? Të gjithë janë të njëjtë para ligjit? Qysh mi dojtë për para atisarit, tonat punë e ka bo e tash? PSPP në përmet komisionerit ndërkombëtar të policisë, do të mërë një oficer serb, i cili do të ketë përveshtjerash edhe përgjithësi për aktivitetin teren. Kjo oficer do të raportoj para zyrtarit të lartë të policisë ndërkombëtare në përmjet kanalive ekzistuese të komandës.
Këtu policia ndërkombëtare vendos kush është shefi. Kjo po i bjen që shqiptarët kanë me pas një shef shqiptar, e sërbët një shef të vetën sërbë. Shefi shqiptarëve ka punë me Oleksin, e ai sërbëve me Unmikun. Zyrtarët ndërkombëtar të doganave të emëruar në rezolutën 1244 do të rivendosen në portat 1 Do me thonë, as gjeresa i përket frontit verjor doganor kosovar. Po dojnë me lanë qashtu qysh është tash. Kosova nuk i kontrollon pikat verjore të shtetit vetë. Hinë malli, që lecyni paret në gjep. Shtoj ma veze, ja thëmë Kosovo. Këfori si prezencë ushtarakin ndërkombëtare vazhdon të përmbush mandatin e tij të sigurisë, duke përfshirë respektimin e kufimve së bashku me organizata tjera ndërkombëtare. Edhe kufit nuk i me i rujt vetë se nuk i ushtri, kur nuk e punon arën, ta punon halki, edhe nuk të vesin hiq. Në ndërthanat aktuale dhe duke marrë parasysh statusin neutral të OKB-s në Kosovë, konsideroj se vazhdimi i dialogut është i domosdoshëm në Beograd dhe Prishtinë. Këtë du të duhet të përfshijë edhe kisha ortodokse serbe. Dinasti. Jo dinasti, po serial latino-americano-evropiano-balkaniko-tragikomit. Voz. Voz u bo krejt. E krejt këto pika që janë bërë publike, nuk dihet nëse janë më të këqija se verzioni që ende mbahet diku në tavolinat e qeverisë. Për jeta në Kosovë, zyrtari lartë për pika, Arif Muharremi. Ndoqim së bashku kolegon Arif Muharremi. Margarita, a mund nga të tregosh, është ky reagim në Kosovë i vonuar që ka ndodhur, domethënë deri tash, është prej muajit qershori, jemi muaj nëntor, ka ndodhur këgja muaj aty mes, edhe gjithashtu tash edhe institucionet si presidenca, qeveria, mirë po edhe shoqënia civile kanë reagu. A është ky reagim i vonshëm? Është e vërtetë dhe të që mund të konstatojmë se ky është një reagim i vonshëm dhe që është dashur me kohë dhe të sidomos institucionet e Kosovës, Prishtina, zyrtarit të pyqe dhe të marrë më shumë informacione se çka po ndodh në ato bisedime rreth shtrirjes së Oleksit dhe të gjitha këto informata do të është dashur me kohë të reagohet, po të reagohet edhe me propozime konkrete, sepse për momentit kur u shpall pavarësia e Kosovës, jashta politike kosovare do të ishte në një vetkënaqësi që u bën shtet i pavarur dhe menduan që problemet mbarojnë me kaq. A faktikisht ne kemi marrë shumë përgjegjësi duke që përdalim prej dokumentit Ahtisarit, pastaj ato që mvul Kushtetutën e Kosovës, ka shumë gjëra të cilët duhet më u kry. Një pjesë e tyre është kry, një po është dashur të jepet propozimi Prishtinës zyrtare se si të zgjedhën problemet me të cilat po ballafaqohemi baza ditore, do të kemi pikën 1:31 në kufirin Kosovë-Serbi, e cila vazhdon të jetë e hapur aty, do të thotë janë dilet kene del kushdan. Faktikisht mendoj që këtu ka pas një gjetje nga ana e institucioneve kosovare, tashti ne sepse zakonisht jo vetëm kjo qeveri, po gjitha qeveritë e pas luftës mirën me pasoja. Faktikisht nuk i paraprin proceseve, po gjithmonë mirën me pasoja. Faktikisht as kjo qeveri nuk dallon për atyre të mëpashmëve, që ne gjithmonë duhet mirën të zgjedhim pasojat dhe të shohim që dalim prej një kaosi ku jemi futur me sa më pak pasoja. Apo ndoshta i më mësu mesht me animu. Po është e vërtetë që faktikisht liderët institucional kanë pas shumë shpresa tek miqtë ndërkombëtar, sidomos te ajo pjesë me cilët edhe jemi marrë vesh që shpallën pavarësinë e Kosovës, sepse gjithë jemi dëshmitarë asaj se si u shpall pavarësia e Kosovës, u bë pa bekimin e Kombeve të Bashkuara dhe Beogradi zyrtar i shpërdoi gjitha këto boshllëqe në forma të ndryshme, domethënë filloi me protesta, djegjen e ambasadave, pastaj dogji 2 pikat, domethënë pikën 1:31 në kufirin Kosovë-Serbi, pastaj vazhdoi me iniciative të tjera diplomatike që çështjen e çoi deri në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag dhe e përfundoi ose kremi shllagu Njavuri me çështjen e 6 pikëshit ku faktikisht në një farë mënyrë don me delegitimu procesin negociator të presidentit Ahtisarit, gjitha marrëveshje që është arrit dhe don me vënë në pikpyetje çështjen e statusit të Kosovës. Zoti Hamzaj, a bjen tash, a mund të presim, domethënë dim përsëri nga bashkia ndërkombëtare, nga miqtë tanë? Është kjo sfida e parë kur pas statusit Kosova ballafaqohet me një problem pas statusor, domethënë me planin e OKB-s për shtrirjen e Oleksit në Kosovë.
A mund të presim thjeshtësisht përsërit në animojnë në këtë aspekt? Padyshim se Kosova... Apo kanë ndru pozicione? Jo, unë mendoj se edhe në të ardhmen Kosova do të jetë projekti përbashkët, domethënë i vetë kosovarëve dhe perëndimit, sepse vetëm këtë mënyrë kemi arrit deri këtu ku kemi mri, por në anën tjetër po ashtu për mua është e habitshme, domethënë sjellja e institucioneve të Kosovës ndaj procesit të negocimit të kësaj marrëveshje. Sepse janë shue x raste që të alarmohet opinioni kosovar për atë që ka po përgatitej. Për shembull, për na sonte po flasim këtu për datën 12-13 qershor kur janë dërguar letrat e Ban Ki-moonit. Okej, në atë kohë kemi menduar edhe është thonë se nëse dojmë me fillue rikonfigurimin e UNMIK-ut, domthonë ta shkurtojmë jetën e UNMIK-ut në Kosovë, Ban Ki-moon nuk ka dërguar 2 letra, domthonë janë president në Beograd, tjetër në Prishtinë. Në këtë mënyrë ato letra ndoshta i kanë ikë vëmendjes opinionit. Mirë po, të ikë vëmendjes liderëve të institucioneve dhe negocimi i një marrëveshje e cila ka filluar dikon në fund të verës. Kanë njëra si ekselencje, trasë zotëri, domethënë letra që po, edhe ajo. Mirë po, të thrasim domethënë përvojën e këtyre ditëve dhe të rikujtojmë se Andrew Lendl, i cili ka negociuar këtë marrëveshje me Vuk Jeremisin dhe Boris Tadićin, ka qenë disa herë në Prishtinë. Dhe asnjëherë nuk është thonë se ai është taku ta zëm me presidentin dhe kryeministrin. Ndërkaq, redaksia ime posedon informacion se ai është takuar në disa gazeta, në disa mediume. Po ashtu është thonë se liderët e institucioneve kanë refuzuar kërkesën edhe projektin që e ka ofruar Andrew Lendl. Publikisht është thonë se Lendl është takuar vetëm me zëvendës kryeministrin Kuçi, i cili pashtu e ka thonë atë që kanë thonë edhe shefat e tij. Domethënë, nëse është po se do më paranimoj se Kosovës për përgatitet një 6 pikë, i cili vendosjen e urleksit në Kosovë e bën përmes kushteve dhe kriterëve që i vendos Beogradi, kjo për mua kish pas me qenë mjaftueshme që të ndizet alarmi. Nuk them unë se ka qenë në fuqinë e Prishtinës që diçka kush është dashur me alarmu sakt. Unë mendoj se presidenti dhe kryeministri, sikurse kanë vepruar në mbrëmjen e 10 nëntorit, është dashur të veprojnë ndoshta diku në shtator. Zoti Arber, jemi mësuar ta përgjigjsojmë gjithmonë fajin. Kush sakt është dashur me reagu me kohë? Me kohë ju thash, në fillim 2 letra që janë dërguar në adresë të caktuar. Dhe letra e zotit Ban Ki-moon është dërguar në adresën e presidentit të Kosovës. I drejtohet drejt për drejt zotit Sejdia. Prandaj procesi, unë them që ky proces... Do me thonë, presidenti Sejdia është përgjegjës për këtë situacion? Jo, nuk them që është përgjegjës. Unë them që letra i është adresuar atij. Unë them që ai ka qenë njeriu me cilin ka vu kontakt të zotit Ban Ki-moon. Dhe pastaj janë institucionet e Kosovës ato të cilat e udhëheqin gjithë këtë proces. Pastaj është kryeministri, pastaj është qeveria, pastaj është presidenti, pastaj është kuvendi i Kosovës. Dhe tash unë tash kush është dashur me ditë se çfarë po ndodh në relacionin Serbi-OKB? Domethënë kush është dashur në Kosovë me ditë se çfarë po ndodh, çfarë bisedimesh po ndodhen ata për Kosovën? Se për të qenë në New York çështje, unë ju thash në gusht të këtij viti ka qenë intervista në 3 mediat 3 për tyre, sa i ka përzgjedhur zoti Lamberto Gjanje, në cilat shumë thjesht ka thënë, UNMIK-u do të vazhdojë të qëndrojë në Kosovë, UNMIK-u do të ketë përgjegjësitë e tij, dhe e dyta që policia do të jetë lidhur, policia serbe do të jetë lidhur vetëm me UNMIK-un dhe jo me zgjerin komandues. Edhe e treta që doganat do të kenë sistem Hong Kongu. Pra thjesht, është dashur me ditë që në gusht që ky është plani për cilin jemi të ecë me cilin jemi të ecë përpara. Dhe këtu janë institucionet e Kosovës dhe këto nuk janë marrë seriozisht. Jo, absolutisht. Nëse mund ta plotësoj Armin, në datën 7 nëntor, ditë e premtë, është dhënë lajmi se Lendl ka arritur përfundimisht marrëveshjen me Beogradin rreth vendosjes së Euleksit në Kosovë. Të nesërmen, me 8 shtunë, Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës ka udhëtuar për New York, ku është dashur të mbahet mbledhja e Këshillit të Sigurimit në datën 11. Domethënë deri këtë ditë, edhe pse ishte lajm e sashme, i kemi marrëveshje, Kosova ka rritur gjithçka në mënyrë sikurse s'ka ndodhur asgjë. Të dielën, pas diçka, kanë dashur me ndodh zoti Hamzaj, saktësisht, çka është dashur? Të paktën me mbledh njerëzit që udhëheqin institucionet, pastaj ata njerëz
të flasin paktën me shefat e partive parlamentare dhe pastaj sipas investimet të zgjanohet rrethi dhe të kërkohet ndihma e të gjitha resurseve edhe politike edhe diplomatike që ekzistojnë në Kosovë dhe të bëhet me dije edhe miqve tonë ndërkombëtar të kthena pyetjes suaj në fillim se Kosovës po i imponohet një program, një plan i cili faktikisht Kosovën e kthen para 17 shkurtit. Domethënë e bën pavarësinë e Kosovës të paqen. Mirë, ta qartësojmë, ku është problemi? Të mos komunikimi mes institucioneve tona, apo thjesht e injorimi e gjendjes, apo të inteligjenca, të mos puna? Margarit, përshtypja ime është se janë dy gjëra në pyetje. E para është se kësaj radhe, Brukseli dhe OKB-ja, ndaj Kosovës janë sjellë në mënyrë fyse. Faktikisht i kanë pru para aktit krym, por kanë negociue me vetdije një marrëveshje për cilën ata e kanë ditë që është e papranueshme për Kosovën, për shkak të thojza borxhit që Kosova ka ndaj perëndimit dhe bashkisë ndërkombëtare, Kosova do ta kelltiste këtë marrëveshje. Kjo është e para. E dyta është uspodia dhe me thonë në nëqmim i kësaj që ka është përgadit nga njerëzit të cilët kanë qenë të kyqur në këtë proces. Do mënë që janë pyet për këtë proces. Ju kësa përkujtue se në pikën 2, por deri tash ne e dim se përfaqësuesi i Ban Ki-moonit në Kosovë është takuar me presidentin, kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin. Unë nuk kam informata se është takuar me dikant tjetër, Andrew Ledel. Ndërkas në pikën 2 se këtij plani që është botue, thot taksativisht se do thot që është raporti Ban Ki-moonit. Përfaqësuesi im special ka këshilluar se dialogu dhe konsultimet me të gjitha falet janë zhvilluar në Beograd dhe Prishtinë. Po ashtu vazhdon. Pa paragjykime lidhur me qëndrimin e tyre për çështjen e statusit dhe në frymën e kartës së OKB-s, që ka një status neutral ndaj statusit të Kosovës, OKB-ja. Ai këtë format, këtë mandat, po shihet asnjëçare se Ban Ki-moon don t'i atribuoj edhe EULEX-it, që nuk ishte planifikuar, as në letrat e 12 qershorit. Domethënë gjendja ka shku shumë mbrapa. Këtu janë dy çështje, do të Brukseli zyrtar nuk ka qenë fare transparent me Prishtinën. Kupton edhe momenti që ata kanë arrit Beogradin me ul tavolinë dhe me arrit një marrëveshje për ta ka qenë arritura më e madhe që e kanë bërë. Edhe në atë moment e kanë injoruar Prishtina, po ashtu dhe Prishtina do të thotë kur e ka marrë informatën, është munduar me u sjellë farfoni me nonshalancë se kanë menduar se ai dokument mundet me ndryshu. Do të thotë nuk e kanë marrë si një dokument i cili pikë presje nuk do të ndryshohet fare, por do t'i prezantohet Prishtinës take it or leave it, merr ose le. Do të thotë këta nuk e kanë qenë shumë të sigurt. Mandej plus edhe një gjë mos harron, kjo po ndodh në kohën kur po bëhet ndrimi i dorëzimi i pushtetit në SBA. U kupton, do të thotë është gjetë në 4 nëntor. Do të thonë që po shfrytëzohet kjo kohë? Po shfrytëzohet absolutisht, po shfrytëzohet nga Beogradi maksimalisht, do të thotë këto s'po bën ad hoc prej momentit. Gjithatë janë këto të planifikuara më parë. Nga kush? Po nga Beogradi sigurisht. Mirë, në anën tjetër kemi edhe 4 pikat që Prishtina zyrtari ka paraqit. A mund të ketë thjesht ndonjë ndryshim në 6 pikat kompromis mes 6 pikave të Ban Ki-moonit, 4 pikave të Prishtinës? Jo, unë mendoj që plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit duhet të hidhet në tërësi, të mos diskutohet. Faktikisht Prishtina duhet të dalë me kundër propozime dhe atë urgjentisht. Për secilën pikë që ekziston në planin e Ban Ki-moonit duhet të ofrohet oferta e Kosovës. Për të parën, për dytën, për tretën, katërtën, pestën, gjashtën. Kosova duhet të hap ofertën e vet të fitojë në kohë. Kjo është shumë e rëndësishme edhe pastaj që të mirët me probleme një nga një, si të bëhet integrimi i pakicës serbe, si të futet nën kontroll veriu Kosovës dhe pjesët ku do të është pakica serbe, gjitha këto duhet bërë me plan. E jo vetëm si studia gjuhën sot këtu nesër atje, gjitha duhet përgatitur ashtu si ka një shteti. A kemi na qaq forcë, a mundemi do me thonë Prishtina me arrit që me refuzu komplet, apo thjesht ka me jetë plani? Ja, kemi sinqert të para, ka elementet ndryshme. Një, bashkja ndërkombëtare ka qenë jo transparente ndaj Prishtinës, 2, Prishtina ka qenë jo transparente David vetës. Këto janë 2 elementet e para. 3, Po kjo nuk është hera parë që bashkësia ndërkombëtare na servon gjëra të dashme. Në fakt është ashtu, por bashkësia ndërkombëtare të paktën deri tash ka qenë bashkëpunuese me Prishtinën dhe ka informuar Prishtinën për shumë çaste të cilat janë duke u zhvilluar. Mirë po, unë po them prapë, bashkësia ndërkombëtare përmes përfaqësuesve të vet në Prishtinë ka dhënë sinjale se ka po heq procesi.
dhe tonët, do të thënë institucionet e Kosovës, nuk kanë ditë të lexojnë sinjale që kanë ardhur. Si kanë paraprit procesin? Nuk nga pozicioni i defanzivës pasive, është dashur të kalohet në një ofanzivë më aktive. Sepse pozicioni i defanzivës ka qenë që nga 17 shkurti, çdo gjë është dashur që të mbrohet. Institucionet e Kosovës e kanë mbrojtur pavarësinë e Kosovës me çdo kusht. Dhe institucionet e Kosovës kanë dashur që paraqesin pavarësinë e Kosovës si zgjidhjen e fundit të skama tutje, që është e vërtetë. Por institucionet e Kosovës është dashur që nga pozicioni të cilin e kanë pas, mbrojtja gjithmonë të marrë me, sepse të jemi të sinqert, diplomacia serbe ka qenë shumë aktive. Diplomacia serbe ka luajtur në shumë fusha. Nuk ka luajtur vetëm në një, nuk ka luajtur vetëm në gjykatën ndërkombëtare, nuk ka luajtur vetëm në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka luajtur edhe me ULEX-in. Mirë, as kemi mujtë edhe na? Po. Ka mujtë shumë thjesht. Në datën 15 qershor, kur ka hyrë në fuqi kushtetuta e Kosovës, ka mujtë shumë thjesht me u thënë UNMIK-ut, prej këtu përfundon mandati. Dhe është dashur qendër zgjidhja me UNMIK-un. Qoftë edhe një përplasje e lehtë me UNMIK-un, ka qenë shumë gjithashtu. Shikoj, nuk e besoj që këta njerëz nuk kanë guxim. Por shumë shpesh ndodh që për shkak të strategjive, mungesës së strategjive, të bëhet edhe gabime. Kosova sot ka një mungesë, po mungesë ka strategjisë. Kosova ka mungesë strategjisë të zhvillimit ekonomik, të zhvillimit social, të zhvillimit politik. Kosova ka mungesë të një strategjie të Mitrovicës së Veriut. Kosova ka një mungesë të strategjisë jo vetëm për pakicën serbe, por edhe për pakicët e tjera. Kosova ka mungesë strategjisë madje edhe për vetë shumicën shqiptare në Kosovë. Pra kemi mungesë të gjitha strategjive. Le të më thuhet se cila është strategjia për shembull për zhvillimin ekonomik të Kosovës në një afat të shkurt, afat mesëm ose afat gjatë. S'po flasim për afat gjatin, po flasim për një afat të mesëm. Do të thonë kjo që është përfundimi që na akoma nuk kemi mësuar me moj shtet. Jo, është përfundimi sepse neve nuk kemi pas shtet dhe neve jemi në një fazë tranzitore, jemi duke kaluar të gjitha shtetet e tjera në rajon kanë kaluar po të njëjtën fazë tranzitore, e ka pas edhe Shqipëria gjatë viteve 90. Po jo pas në këtë mënyrë sigurisht. Natyrisht sepse s'kan pas probleme të njëjta me Kosovën. Nuk kanë pas problemin e statusit, ata kanë pas statusin e zgjidhur, por kanë pas probleme të tjera të tyre në fazën tranzitore. Dhe kjo fazë tranzitore natyrisht që do të jetë shumë e vështirë edhe për Kosovën. Por të paktën qeveria aktuale është dashur që dalë të paktën në këtë formë. Menjëherë pas shkatrimit të dy pikave kufitare, pikave doganore, 1 dhe 31 në veriun e Kosovës, është dashur dalë me një strategji se çka do të bëjmë me veriun. Mirë, po në anën tjetër, zoti Mavraj, pas 6 pikave të Ban Ki-moonit, kemi edhe propozimin e Prishtinës që ka dalë, domethënë, që i ka thënë jo 6 pikave të sekretarit përgjithshëm të OKB-s, mirë po ka dalë me 4 pika. Që shërvlerësoni këto? Vlerësoj shumë pozitivisht. Po frima e debatit dyqysh këtu është sikur Prishtina ka fsu debakël, domethënë për shkak të 6 pikëshit të Ban Ki-moonit dhe për shkak të vonesave që absolutisht kanë qenë dorën e Kosovës. Për shkak se ata janë zhaget e kanë humbur kohën në Beograd. Shtypja është që nuk është negociueshme ky 6 pikëshi. Po në fund rezultoi. Domethënë para dje se Kosova ka thonë jo më fort që ka thonë ndonjëherë në historinë e vet. E para si shtet dhe e para në tërë procesin, joja më e fort që e ka thonë Kosova dhe e ka thonë një shumë pjekun të matën dhe kulturë shtetënore relativisht të kënaqshme, sikur se ka qenë edhe reagimi i qytetarëve, ka qenë kulturë shtetërore të shkëlqyeshme, dhe s'ka qenë as i parakoshëm, as i paskoshëm, ka qenë me kohë. Atëherë kur opinioni e perceptoi rrezikun, i formuloi kërkesat dhe mbrojtja atë protestash mashtore që e pa dje. Në ndërkohë. Mirë, po numri i madh i njerëzve që ka dalë me protestë nuk ka qenë edhe aq i madh sa për me konë joja shumë e madhe. Shumë madhësia përderisa po më intereson mënyra e manifestimit, sepse jemi të monitoruar edhe si qytetarë, si shoqëni civile, edhe si shtet i ri, se si po veprojmë në këtë provokim të parë që pse Kosova. Dhe mendoj se është duke e kalu mënyrë të sigurt. Mirë, kur jemi të protestat të shohim në vazhdim se çfarë ka ndodhur në protestën e djeshme.
Kosovës dhe se Kosova është sovrane e për të duhet vendos populli dhe vetëm populli. Mirë, ishte kjo nga protesta e djeshme në qendër të Prishtinës. A ka ofru Prishtina alternativë konkrete për me u kundërvu këtij planit të OKB-s momentalisht, zoti Mavraj? Këta djemë që i pa në protest, janë ata që po protestojnë që 3 vite lidhur me këtë proces. Janë tepër të njohur në protestat kundër decentralizimit të Kosovës, gjatë tërë proceset e negociatave, dhe kanë protestu madje edhe kur protestat kanë qenë përgjashme. Mirë, po edhe në këtë moment kur duhet një unitet shumë i madh numri i protestuesve, nuk është aq sa kanë pritë gjithë në Kosovë. Këta kanë organizata jo qeveritare, domethënë shumë pak të njohur deri tash, ndërsa edhe vetë vendosja që është inkorporuar në ndërkohë dhe s'do të thotë që në një protestë të ashme, nëse është e nevojshme, dhe s'duhet ta lëm përshtypjen që po protestojnë kundër këtë botës. Mirë, a do të thonë që populli nuk është i njoftuar dhe nuk është i interesuar? Ja, nuk është aty mohabeti, po është përgatitja e protesta, domethënë ato dojnë një kohë, dojnë edhe një thirrje pak më të fuqishme. Keni parasysh që televizioni publik i Kosovës është duke bërë bllokadë pa nevojshme, por të tmerrshme. Për sa i përket këtyre lloj thirrjeve. Çish po mendoni bllokadë? Bllokadë për shkak të kufizimeve që u bën thirrje për protesta, domethënë, vend e pa vend. Është e qartë, është e logjikshme që Kosova duhet bëj hapa shumë të mëdha, domethënë, dhe ta shtyjë edhe për një kohë tensionin ndëretnik në Kosovë, që mundet me rezultu në diçka që si del bashkëmirë Kosovës, posaçërisht në këtë fazë njëjë që nuk është numër komedisë të madh, po as i vogël. Zoti Vllajo, a kemi pas bllokada të tilla? Në radio televizionet e Kosovës, shiko, unë kisha më thënë që në përgjithësi në Kosovë ekziston një autocenzurë. Ma tepër se sa një cenzurë. Dhe pikërisht për faktin sepse mediat në Kosovë dhe posaçërisht ato elektronike kanë qenë kritikuar në 17 mars të vitit 2004. Dhe viti 2004 ka qenë një lloj goditje për mediat në Kosovë dhe pastaj natyrisht me apo pa fajin e tyre për shkak të jo profesionalizmit të paraqitur dhe pastaj ka ndodhur një autocenzurë. Çdo gjë që vjen tash çfarë do të qoftë, ndash nga institucionet ndërkombëtare, ndash nga institucionet vendore, duhet të kalojë nëpër filtrat e vet gazetarit për ta paraqitur në forma të ndryshme atë ngjarje. Dhe unë nuk do ta quaja domethënë bllokadë totale, unë kam edhe një përshtypje tjetër se ka media të kontrolluara në Kosovë në kuptimin qofshin ato të grupeve financiare, qofshin të grupeve politike, qofshin të qeverisë Kosovës. Dhe bllokada mund ndodh për shkak të interesave të grupeve të caktuara të njerëzve. Mirë, a jeni ju të kënaqur me numrin e njerëzve që kanë dalë në protestë? Shikoj, nuk është të jemi me thënë se sa është numri i njerëzve që kanë dalë në protestë. Ajo që unë kam pa në protestë është se në qoftë se thot Muhameti se kanë qenë organizatave qeveritare që kanë organizuar një protestë të tillë, atëherë është për këto organizatave qeveritare numri do të jetë shumë i madh. Sepse ne e dim që organizatat aty qeveritare në Kosovë nuk kanë ndonjë ndikim shumë të madh, por nëse e marrim këtë numër që ka dalë, do të thotë numri pas ka qenë shumë i madh. Unë jam i kënaqur. Mirë, përmendëm të pikat që Prishtina zyrtare i ka paraqit, thjesht është alternativë kjo që është paraqit për Prishtinës? Prishtina zyrtare të kuptohemi ka paraqit një platformë, dhe të thotë faktikisht vijat e kushte për të cilave nuk vazhdo negociata, po tash çka i duhet Prishtinës zyrtare është që duke marrë parasysh kushtetutën e Kosovës, pakun e aktisarit, ligjet në fuqi, si dhe realitetin, mos harrojmë realitetin e krijuar në Kosovë, parasysh se thash prap veriu vazhdon të jetë mos jetë i kontrolluar fare dhe Kosova nuk ka pushtet atje, të krijojë një propozim të ri, të argumentuar, të cilën do t'ja jap bashkisë ndërkombëtare, të tregojë që me të vërtetë në mënyrë të argumentuar ne dim të dalim prej situatës në cilën kemi ardhur ne apo pa dëshirën tonë. Mirë, edhe qysh është dashur me dalë prej kësaj situate që jemi? Ne është dashur, do thotë bëjmë të ulemi komplet, do thotë pozitë e opozitë të gjithë dhe të mendohet të thotë një nga një pikat ashtu si që janë në planin e Ban Ki-moonit, plus shtesë duke u bazuar në dokumentet tona, sepse dokumentet të cilat i kemi Kushtetuta e Kosovës, pak për Atisarit, ligjet ato na obligojnë
do të thotë japin vijën e kushte për të cilës nuk mund të kalohet dhe realiteti në Kosovë, domethënë realiteti i cili është i krijuar, dikush thotë që janë dy realitete, një është realiteti në Shqipëri, popullata shumit dhe realiteti tjetër është në veri të Kosovës dhe në pjesën e enklava të cilat vazhdojnë të jetojnë, do të thotë thosë janë në Serbi, e jo në Kosovë. Mirë, para se të vazhdojmë me pjesën tjetër, të shkojmë një blok marketingu dhe më pas do të rikthehemi për të vazhduar se çka është dashur me bëj qeveria jonë në të ardhmen. Ofertë speciale për mikrobizneset që shpërblen shumë fish. Merr një kredi deri në 50.000 euro me përgjigje brenda 48 orëve dhe fito. Kredi me 0% shpenzime administrative. Afat të kredis deri në 6 vite. Kredit kartel pa shpenzime për mirëmbajtje. Plus mbi tërheqje me 0% shpenzime administrative. Fito shumë fish. Raiffeisenbank. Jeton më mirë në shtetin më të ri. Paramendon që të mos jeni më dhe paramendoni të mos ketë kush të kujdeset për fëmijën tuaj, të mos ketë kush t'i blej këpucë, çantë për shkollë. Paramendoni të mos ketë kush t'i japë një kohë qumësh. Gjëra të tilla në shtetin tonë nuk janë të mundshme. Për atë, kompania Devotit ka çdo qumësh t'i blerë, vita, i dha 3 cent për fëmijët pa prindër. Prej tani, çdo qumësh që ju blen për fëmijën tuaj, e ushqen edhe një fëmijë tjetër që rritet pa prindër. Ardhmëria e fëmijëve tonë, ardhmëria e shtetit tonë. Qumështi jonë, qumështi Vita. Teknomarket, kilometri i parë në magjistralin Prishtinë-Kosovë. Saloni më i madh i teknikës me çmimet më atraktive në vend. Kredi super të volitshme nëpërmjet NLB dhe ProCredit Bank. Data Project Electronics. Me dini çka shesi, ju dini çka vjeni. Zoti Hamza, qysh është dash, do me thoni, kemi 6 pikat, nënën tjetër i kemi edhe 4 pikat. Qysh është dash me gjetë, që është do me bo, që është dash me bo të jeshtë në të ardhmen? Na pa dyshim dhe të kishim desh që Bashkia Ndërkombëtare, Ban Ki-mooni, Brukseli të pranonin këto 4 pikësin e Kosovës dhe që është të përfundon të këtu, do më të ishte një plan një papranueshëm për Kosovën. Mirë po, për fatin tonë të keq, unë jam i bindur se çështja e 6 pikësit e kësaj marrëveshje ende nuk i ka dhënë rezultatet më të këqija. Ajo që ka ndodhur pas takimit fundit të Zotit Fred me liderët e institucioneve tona është se zëdhënësi i Ban Ki-moonit Berdan Varma tha se sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara nuk e ka ndërmend të heqë dorë nga 6 pikësi vetë, domthonë nuk po mendon, që ka domthonë që ai nuk do të heqë, por për momentin është kjo. E dyta është se Zoti Fred në momentin kur u kumtua se ka marrë një 4 pikësh, një deklaratë 4 pikësh nga presidenti dhe kryeministri, tha se me atë deklaratë do të shkojnë në Gjenevë, ku do të takoj Alain Leroy, i cili është shef i Departamentit për Misione Paqërujtëse në Kombet e Bashkuara dhe të bisedoj me të çka mund të bëhet në inkorporimin e tij në korpusin e letrave ligjore për legjitimimin e EULEX-it në Kosovë. Domthonë jemi në një moment kur ekziston marrëveshja e mbritur me Beogradin, me cilën Beogradi veç është deklaruar se është shumë i kënaqur. Ekziston një jogadishmëri verbale ende nga selia e OKB-s në New York që ajo marrëveshje mos të ndryshohet dhe ekziston një deklaratë e Zotit Fred se do të bisedohet për me inkorporue edhe qendrimin e Prishtinës në këtë korpus letrës, kisha thonë. Prognoza më duket se është gati se e pamundshme çka do ndodhë, por ajo që dihet tash që është duke ndodhur është se veç ka filluar të kompromitohet misioni i EULEX-it, i cili faktikisht ka qenë një mision në të cilin kosovarët kanë shpresuar se do të ngrisin nivelin e sigurisë, përmes tij domosdoshmë sigurisë, gjystësisë dhe fushave kyçe domosdoshmë të jetës në Kosovë. Po ashtu ekziston rreziku real që EULEX-i
të jetë neutral ndaj statusit, ashtu si është paralajmëruar, do thotë siç ka qenë UNMIK-u, domthonë në një farë mënyrë kemi menduar se për përcjellim UNMIK-un faktikisht do të vazhdohet EULEX-i. Në anën tjetër, është e pamundshme sipas bindjes time që kjo çështje të shtyhet shumë. Çaq shumë sa Prishtina të ketë fuqi që të ndrojë shumë në këtë raport forca, sepse është paralajmëruar se me datën 2 dhjetor EULEX-i duhet megjithatë të startojë në Kosovë, domthonë të jetë mobil, të fillojë të sistemohet edhe në veri. Për kundërfaqësis që do të kemi 2 polici, 2 ligje, domethënë thjesht Ali Kaliu akoma nuk do të jetë sigurt në veri të Kosovës. Fatkeqësisht konfuzioni në Kosovë është duke u rritur dhe çka është hala më keq, Beogradi ka arrit sipas bindjes time që të legjitimojë qëllimin e vet që verimin e Kosovës ta konsiderojë si pjesë të vetën. Ne sot, në gazetën e sotme, kemi një informat nga burime nga Brukseli, e cila thotë se vet Yves de Kermabo, shefi i EULEX-it, ju ka thonë prorëve vet në Bruksel se është e pamundur vendosja e EULEX-it në Kosovë pa u pyet Beogradi. Nëse kjo është realitet, atëherë pjesa veriore e Kosovës veç është duke u menduar në qarqen ndërkombëtare si pjesë e Serbisë. Do të marrë qysh e komentoni jo këtë punë shumë. Pajtuar me pjesën më të madhe të komente për sa i përket veriut të Kosovës, për arsye se në këto 9 vite me planifikimin edhe bekimin e bashkisë ndërkombëtare, verimi i Kosovës de facto nuk ka funksionuar si pjesë e Kosovës. Sot për sot kemi situatën ndoshta veç më të keqe për shkollës së pavarësisë së Kosovës së Këndej për shkak të djegjes së pikave kufitore dhe rritjes së krimit të organizuar. Mirë, po kemi situatën kur zotëri Ali Kaliu nuk mundet me u kthy shtëpinë e vet me jetu sigurt. Po, fatkeqësisht është e vërtet, po Ali Kadriu nuk ka qenë ndonjëherë me ndaj qeveri më i përkrahur se sa sot, domethënë dhe nuk ka shpresa më të mëdha në shqiptar më shumë se sa sot. Por këto shpresa për mua janë të vogla, domethënë. Për sa i përket nevojës së angazhimit sigurisë që ne fjalën domethënë, se në çdo siguria në çdo moment, në çdo lloj. Ma përpara përmendën 4 pikat e qeverisë dhe në to pika por shumë e fortë për shkak bazës juridike që pretendon me kthy domethënë EULEX-in në kornizat juridike aktuale që janë në Kosovë, pakun atësohet kushtetutën, deklaratën e pavarësisë e tjera. Por në asnjë nga pikave nuk është ajo që mua po më shqetëson shumë, se s'është. Dhe nuk dia do të jetë në pikat e ashme të tjera, nëse dalin integrimi në radhë të parë i serbëve në Kosovë. Përpara çdo lloj zgjidhje tjetër për komunat e tyre ose për vendbanimet e tyre ku ata janë. Integrimi së në Kosovë nuk është duke përmend. Bashkia ndërkombëtare, po, domethënë nëse do filluar me 4 pikë. Domethënë me këtë 4 pikë në qeveria e Kosovës me plot të drejtë. Ka treguar çfarë thonash, ajo mund të jetë kooperative me bashkinë ndërkombëtare dhe misionin e EULEX-it. Ajo nëse brenda javës ose brenda disa ditëve do të kemi një vendim të një deklaratë presidenciale të Këshillit të Sigurimit, ashtu siç po pritet, se EULEX-i do të vendoset në Kosovë me status i cili do të jetë neutral ndaj statusit të Kosovës, neutral ndaj statusit të Kosovës. Jo, është asheqare, definitivisht po. Por problemi është si do të zhvillohet ai bashkëpunim i cili është premtuar përmes këtyre 4 pikave. Domethënë me vetë EULEX-in. Çka po duam të thonë është kjo se nëse Prishtina nuk do të jetë në gjendje që të ndikojnë në përmirësimin e kunditave në bazë të do të vendoset EULEX-i në Kosovë. Nëse pastaj do të mbetet besnik këtij 4 pikëshi, ne do të vijmë në situatë. Zoti Hamzaj, a vjen kjo që domethënë problemet vetë sa ja kanë filluar me u rrit. Sipas bindjes time po. Domethënë unë e thash edhe në fillim të kësaj pjesës fundit se mendoj se efektet negative, efektet kryesore negative të kësaj marrëveshje ende nuk kanë patën. Tek do të shijë. Margarita është dashur me kon ma suçel thjesht në të ardhmen. Po sigurisht që është dashur me qenë ma suçel, mirë po unë konsideroj që Kosova po hyn në një fazë të re të zhvillimeve politike, do të thotë faktikisht bisedimet ose me Beogradin nuk kanë përfunduar, do të thotë këta vëdishëm edhe ka me pas bisedime të tjera, domethënë faktikisht do të mundohet të gjendet një kompromis, faktikisht që Beogradi të jetë i lumtur, Prishtina deklaroi para popullit se
do të nuk e lam ata që ka pak ndërmend Ban Ki-mooni, edhe natyrisht Brukseli dhe New York zyrtar të jetë i kënaqur me ato që ka arrit. Faktikisht me qendrimin e Ban Ki-moonit diametralisht të kundërta, shumë është e vërtetë. Absolutisht mirë, po aty në një formë ose tjetrën do të ulën në tavolinën e bisedimeve. Do të bisedimet do të vazhdojnë. Unë mendoj se Beogradi nuk do të jetë i lumtur. Beogradi është i lumtur vetëm atëherë kur e konteston suverenitetin e Kosovës, dhe tash është krejtësisht e pamundshme. Jo vetëm ajo, po faktikisht përmes EULEX-it ai po arrin, jo vetëm sepse në Kosovë pyetet qeveria e Kosovës, pyetet populli i Kosovës, sot janë kon 20.000 njësa dolin 2-300.000. Do të marrë kushtet që nuk po pyet qeveria dhe institucionet tash për tash, domethënë edhe është mërzme që edhe EULEX-i do të vendoset pa ndonjë marrëveshje. Jo, nuk ka logjik, në vetë pikat e Ban Ki-moonit, domethënë brenda për brenda ty në ka kundërshtie edhe logjike, domethënë qoftë pikpamje politike, qoftë pikpamje juridike. Dhe kine parasysh që Ban Ki-mooni do të vendosin në Kosovë në pas parimit statusit neutral. Kine parasysh as Ban Ki-mooni sprengutet shumë. Ai për mandatën e arshëm me ato ëndrat e veta është duke punuar që ta fitoj votën e Rusisë edhe për një mandat 5 vjeçar. Cilën nuk e di sa do ta merr apo do t'i refuzohet nga Rusia. Por në Kosovë, po pjekën e institucioneve shtetërore, është duke u rritur vetdia shtetërore edhe e qytetarëve, në mos të kënaqshme, ne jemi këtu, që shkemi ditë me reagu në kohëna shumë këqija, as ma lehtë dhe të reagojmë tani. Por, keni parasysh që na duhen hapat motën. Prej medjave, shoqërisë civile, qytetarëve, deri tek institucionet e Kosovës. Sa do t'i kushtoj Kosovës vendosja misionit EULEX-it me një qëndrim neutral në Kosovë? Sa do t'i kushtoj në aspektin e njohjes shtetit Kosovës, në aspektin e zhvillimit ekonomik të Kosovës? Domethënë të ardhmen, këto janë sfidat cilat e presin Kosovën në të ardhmen, kemi deri tash 52 njohje, mirë po nuk kemi tjetër. Kosova do të ballafaqohet edhe me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Para të jemi sinqert, mos apo panësia në status e EULEX-it është siç është parafanda, është siç parashihet me gjitha pikat ose me planin që është marrë vesh në Beogradi me OKB-n, nënkupton që veriu i Kosovës kontrollohet nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, kurse jugu i Kosovës kontrollohet nga EULEX-i. EULEX-i nuk do të ketë mundësi të shtrihet në veri të Kosovës pa një mandat të Organizatës e Kombeve të Bashkuara dhe pa rezolutën 1244. Insistimi në të gjitha pikat është që rezoluta 1244 të jetë në fuqi, që nënkupton se Organizata e Kombeve të Bashkuara do të jetë në fuqi në Kosovë në atë pozicion që ka qenë deri tash, por me një fuqi më të madhe në veriun e Kosovës dhe më pak në pjesën tjetër të Kosovës. Nuk do të ketë zhvillim as të sistemit doganor, as të sistemit policor, as të gjykatave, pikërisht për faktin sepse do të kemi misione të ndryshme në Kosovë që do të jenë përgjegjëse për çështje të ndryshme dhe do të jenë përgjegjëse për pjesë ndryshme të territorit të Kosovës. Ato që mundet me bë Kosova me planin 4 pikësh është që ta paraqes qëndrimin e saj rreth kësaj çështje, ta ftoj siç e ka ftuar EULEX-in në Kosovë, po plani 6 pikësh i Ban Ki-moon nuk do të ndryshojë. Kemi sinqert, brenda pak ditësh mund të pritet që të marrë një mbledhje e Këshillit të Sigurimit dhe mund të pritet që zoti Ban Ki-moon të dalë me raportin e tij. A do ta përmend planin e tij 6 pikësh ose planin që është arritur si marrëveshje me Beogradin zyrtar është çështje tjetër. A do të kalojë deklarata presidenciale e Këshillit të Sigurimit është edhe kjo një çështje tjetër. Ka vetëm një gjë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se nuk e kanë për nevojë që të kalojë në deklaratë presidenciale. Mirë, po deri tash Kosova ka më prit EULEX-in, a do të ndryshojë qëndrimi? Absolutisht nuk mund të ndryshojë qëndrimi. Dhe ka rikonfirmuar edhe djetë, absolutisht gjë kundër EULEX-it. Janë disa konfirmime të Kosovës ndaj apo kundër modifimit të atributeve të suverenitetit. Edhe për kundër faktit që EULEX-i vjen me një shtet që nuk e njeh si shtet pavarur, si shtet neutral. Domethënë EULEX-i do të vendosë në Kosovë, nuk e njeh Kosovën si të pavarur. Nuk ka logjik EULEX-i të vinë në Kosovë dhe të vinë neutral. Një shtet sovran. Institucionet e Kosovës kanë reaguar me vend këto dhe populli dhe qytetarët. Reagimi po, definitivisht është me vend. Çështja e EULEX-it dhe çështje tjera të këtij karakteri definitivisht pajtohem se nuk janë çështje të qeverive
as ma pak partive, do më që dhe karakterit nacional. Mirë po, megjithatë barikadimi pas fjalëve të forta, mendoj se nuk është politike e mençur, mendoj se politika e mençur do të kishte qenë aktivizimi i të gjitha resurseve të cilat i posedon Kosova, pavarësisht a gjenden ato në çështje qeveritare apo jo qeveritare. Unë ta zëm mendoj se qeveria e Kosovës do të duhej në këtë periudhë të kushtonte shumë më shumë rëndësi fuqizimit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, e cila në farë mënyrë do ta depërtonte zërin për cilin apo flasim sonte këtu. Ju kisha lutë që vetëm të nëse mund të kemi për një moment parasysh aktivitetin ose prezencën e Ministrit të Jashtëm të Serbisë Vuk Jeremiçit në mediat ndërkombëtare dhe të ministrit tonë zotit Skënder Hyseni. Domethënë në radhë parë do duhej një mobilizim i përgjithshëm për depërtimin e zërit të Kosovës, i cili është sipas bindjes time zë i drejtë, sepse tek e fundit qeveritarët ose udhëheqësit, të cilët udhëheqen me vendin, nuk janë që të mbështesin të vërtetat e hidhura nga publiku. Sa kemi fuqi me imponu atë moment. Nuk e kemi sa të madhe fuqi. Po unë disha t'ju them këtë, se politikani mirë, udhëheqës i mirë, është ai udhëheqës i cili është në gjendje të merr vendime të vështira. Por për ato vendime të vështira ai duhet t'ju tregojë njerëzve cilët kanë refleksionin nga ato vendime. Domethënë, çka duhet të them është ajo se nëse për momentin është i rrezikuar mandati i EULEX-it Kosovë, asnjëare është i rrezikuar, vazhdoti që të del ndryshe dhe të paktën pjesa veriore e Kosovës, atëherë kjo çështje është mirë të hapet, jo vetëm me popullin, domthonë me njerëzit e Kosovës, por edhe me partnerët tonë ndërkombëtar. Le t'ju thuhet nëse më të vërtet ka filluar të mbizotroj mendimin e perëndim se Veriu duhet të mbetë sferë e Serbisë, atëherë është mirë të çelen letra. Sepse kjo do të ishte, ne e dimë të gjithë se kjo do të ishte me pas efektin domino. Domethënë Ballkani nuk është vetëm Kosova, Ballkani është me popujt e përzier, dhe pastaj do të kishte efekte në të vërtetë të tmerrshme. Me këtë rrezik duhet të ballafaqohet, domethënë ajo çka duhet të thuhet edhe miqve më të mëdhenj tonë, duhet të thuhet se nëse definitivisht Kosovës tentohet të merret veriu, çështja nuk përfundon më aq. Dhe kjo çështje duhet ndoshta të hapet edhe për debat, duhet të hapet me shoqërinë tonë. Sepse këta që tha dhe më herët që kanë protestuar sot, ka pas ndoshta numër jo të madh sepse dje relativisht ka pas informata kisha më thonë pozitive. Ishte këtu përfaqësuesi i shtetit më të fortë në botë, i mikut më të madh shqiptarëve, dhe i cili tha se po e merr një 4 pikë nga Kosova dhe po shkon ta bisedoj dhe të provoj. Çka mund të bëhet me të? Domthonë kjo, sipas bindjes time, ka ndikuar që ajo domethënë mbledhjet dhe droja e popullit të zbutet. A do thotë kjo që ka ndikuar që njerëzit të relaksohen edhe të mos për momentin po. Fatkeqësisht mendoj se ditë të ardhshme do të na bijnë lajme të këqija prapë. Faktikisht në qoftë se hapet çështja e diskutimeve, unë thashë edhe më herët, po hym në një fazë të re të zhvillimeve politike në Kosovë. Nëse EULEX-i do të shqendrim definitiv i BE-s, mirëmi vesh, BE-ja si BE nuk e njeh Kosovën si shtet pavarur, janë shtete brenda BE-s, një pjesë shumicë që e njohin, pjesa tjetër jo, dhe për atë arsye këtu kanë lindë edhe ato kundërshënjet dhe ka ardhur deri te ky formulimi i tillë me influencën tepër të madhe të Beogradit, që përmes derës vogël faktikisht Beogradi në ato që e ka bërë mirë ilegale tash ta bëjnë mirë legale dhe ta glabrojnë një pjesë territorit të Kosovës, dhe ajo të jetë ndërkombëtarisht në rregull. Edhe ne liderët institucional kosovar duhet të jenë vigjilent, mos i hapur dhe thotë nëse kjo ndodh, kjo është efekti domino. Faktikisht ne po hapim kutinë e Pandorës dhe do t'ju hapim gjitha letrat. Çofim domosdoshmë nëse ajo ndodh, atëherë na duhet ta kemi edhe alternativën tonë. Çka do të thotë për këtë punë është folur qysh edhe në kohën e qeverisë Bajram Rexhepit. Nëse insistohet qeveriu të bashkangjitet Serbisë, atëherë ne duhet kërkojmë pjesën tjetër.
Mirë, po kjo qeveri ka thënë që në Serbinë do të bisedoj vetëm si dy shtete, domethënë Prishtina dhe Beogradi të jenë do të baramata. mbetet pranë asaj që duhet bisedoj si në një shtet fshi. Në protesta është kërkuar referendum, domethënë, edhe për çështjet e Uleksit. Ndërkaq në Kosovë politika e Kosovës nuk ka pas kurajë që këtë çështje të çet bile në parlament. Domethënë, unë jam për atë që çështjet e ndihshme ka pas a ka munguar transparenca domethënë? Që 3-4 vite në Kosovë, jo vetëm sot. Po, çka po duhet të thonë është ajo se çështjet duhet të hapen. Duhet të hapen edhe të thuhen edhe Kosovës vet, po edhe njerëzve që kanë aksione në Kosovë. Shteteve. Pse ka munguar debati në parlamentin e Kosovës për këtë çështje? Pse ka munguar? Pse duhet Kosovë ta hapë para debatin e ndarjes Kosovës? Jo, po flasim për mandatin e Uleksit. Mandati i Uleksit dhe këto ngatrimet nuk janë për shkak se vetëm 22 nga 27 shtete BE-s e kanë njohur Kosovën. Dhe prandaj BE-ja në tërësi, si organizatë supranacionale, që është nuk e kanë njohur Kosovën. BE-ja asnjëherë as refuzon shtete. Baza juridike është në kërkim. Baza më e mirë, më e sigurt juridike është në kërkim të Uleksit. Për shkak të vetos ruse, lidhur me UNMIK-ën që është dashur me transferu, domethënë kompetencat e Uleksi, sot po bëhet këto më herët në debat privat, vetë thotë se është në pyetje strategjia dalse. Domethënë e UNMIK-ut do të pajtohen plotësisht me këto. Po tash për shkak se këta e kanë ngatruar rrugën e daljes. Kosova nuk ka pse të dëmtohet kaq shumë. Dhe Kosova në ka se të nënçmohet ka shumë as nga zoti Kushnjës, si përfaqësues i BE-s, dhe jo i Francës, dhe as nga zoti Ban Ki-moon, si sekretari i përgjithshëm, që ka dorë mbi UNMIK-un. Tek çështja e Uleksit jam i sinqert. Me datën 4 shkurt, kur është vendosur për Uleksin, të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur për Uleksin. Kjo është misioni 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Tjetër është Euleksi me datën 17 shkurt, në ditën kur ka filluar, kur është në fakt është shpallë pavarësia e Kosovës, Euleksi ka nisë me hyrje në Kosovë. 50 pjesëtar të parë të Euleksit kanë qenë në Kosovë. Tjetër është çështja se si është degradu procesi. Tjetër është. Dhe këtu është problemi. Problemi është që për të arritur një marrëveshje me Beogradin zyrtar, duhet të kemi parasysh Euleksi dhe Bashkimi Evropian, Euleksi dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, Javier Solana dhe Ban Ki-moon kanë pas raporte në muajt e fundit, javët e fundit, kogjat të mëdha, për të vendosur se si do të bëhet kjo çështje. Dhe në fund kemi draftin. Drafti faktikisht është e bardhë në të zezë paraqet një degradim të procesit të Kosovës. Dhe për këtë, do të thonë, jo vetëm udhëheqja, po dhe shoqëria kosovare duhet ja pranoj vetes se momentalisht nuk e kemi punën në bashkëmia. Domethënë ajo që thatë më herët kundërshtari jonë është ka punon më shumë dhe momentalisht në tavolinë ka rezultate më shumë. Unë s'po them me këtë se këtu është humbë lufta, por një goditje me këtë plan Prishtina e ka marrë. Duhet mobilizimi i përgjithshëm i të gjitha po them burimeve që ekzistojnë në Kosovë që mos na përsëritën këto gjëra më. Mirë, krejnë fond, domethënë jemi në një kohë kur akoma nuk po e dim se çfarë do ndodhë. Mirë, po kemi parasysh që deri më tash kemi 52 njohje Kosovës. Thjesht çka do të ndodhë ndarë. Këtë këto probleme të brendshme, a do të sjellin problemet Kosovës për me ekzistuar si shtet, domethënë a do të ndalohet ndalja apo njohja e shtetit Kosovës prej shteteve tjera që kanë hezituar. Jo, nuk mendoj që do të ndalohet absolutisht, ndoshta mund të ngadalësohet ritmi, por ndalesë nuk do të ketë. Do të thotë Kosova është kriju si shtet, do të thotë kjo është bërë në pajtim dhe bashkëpunim me një pjesë të bashkisë ndërkombëtare, se këtu kur po folim për bashkësinë ndërkombëtare, domthonë hyn edhe shtete të cilat nuk e përkrojnë pavarësinë e Kosovës. Domthonë me një pjesë të bashkisë ndërkombëtare, ndakurdim me ta faktikisht janë bërë të gjitha dokumentet më të larta shtetërore. As si shkronja, as një presje nuk është bërë pa marrë miratimin prej instancave më të larta, do të thotë prej shteteve mike të cilat e kanë përkrahur dhe e kanë sjellë procesin deri këtu ku jemi. Ne duhet vazhdojmë tutje, mirë po ajo që kërkohet ne të gjithë është që të jemi më vigjilent, që paraprim proceseve dhe të mos merremi me pasojat. Po, mendoj se pavarësia është proces i pakfyeshëm, domethënë, mirë po.
Kosova me EULEX, neutral ndaj statusit dhe me veri të Kosovës të pa integruar në Kosovë, procesin e lejojeve nga shtetet tjera do ta ketë shumë më të ngadalshëm dhe rrjedhimisht nga kjo edhe integrimin e saj në mekanizmat ndërkombëtar politik, financiar, ekonomik, po ashtu shumë më të ngadalshëm. Zoti Llahi, ku duhet të përqendrohet aktiviteti i qeverisë sonë në të ardhmen? Ka shumë elemente ku duhet të përqendrohet. E para në dy është që 60% e popullatës është të papunë. Është një zhvillim jashtëzakonisht i ngadalshëm ekonomik, mos më thonë që s'ka zhvillim ekonomik fare. Do lidhem aty ku e lanë kolegë. Ka vetëm një element, Serbia dhe partnerët e saj në Këshillin e Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara kërkojnë që ta vdesin planin Ahtisari. Në momentin që vdes plani Ahtisari, vdes edhe kushtetuta e Kosovës. Kur vdes kushtetuta e Kosovës, nuk kemi se çka ku e mbajmë gjithë ato. Sepse kushtetuta e Kosovës dhe gjitha aktet tjera normative në Kosovë janë bazuar mbi një plan. A nuk ka qenë maksimumi i fundit plani Ahtisarit që Kosova e ka pranuar? Kosova e ka pranuar ashtu siç është. Kosova ka pranu me kushtin edhe t'ju them një Cila është tonë që është kompromisi më i dhënshëm që Kosova ka bërë. Por shpallja pavarësisë Kosovës që ju dini shumë mirë, është bërë vetëm kur janë dhënë të gjitha garancitë që plani Ahtisarit do të zbatohet deri në fund. Dhe në momentin që plani Ahtisarit vdes, dhe nuk do të kemi as EULEX, nuk do të kemi as Bashkimi Evropian Kosovë, nuk do të ketë asnjë institucion tjetër ndërkombëtar, do të ketë një Kosovë e cila do të jetë ta quaj shumë thjesht, më keq se sa Bosna. Kosova s'ka tjetë palutën nëse dështon plani Ahtisarit. Lutem as thonë të më dështu ky plani Ahtisarit. A kemi miratu kushtetutën e marrën në kushtetutë edhe më të mirë. Edhe ashtu kemi shumë rezerva në Është plania fort është pasojë e kësaj logjike. Më vjen keq të thosë. Do të ketë ndamje. Logjika e tillë do ta ndaj Kosovën. Atëherë do të ndahet edhe Serbia. Mirë, shikues të nderuar, kaq kishim kohë për sonde. Ju falenderit për vëmendje dhe për çdo vërejtje dhe kritik. Mund na shkruani në jetankosov.com. Në vazhdim, ju lëm me dhëndrën e Kosovës dhe me debatin komunal jeta në Novobërd. Natën e mirë nga unë, Muhamet Herallahu. Ofertë speciale për mikrobizneset që shpërblen shumë fish. Merrni kredi deri në 50.000 euro me përgjigje brenda 48 orëve dhe fito. Kredime 0% shpenzime administrative. Afat të kredis deri në 6 vite. Kredit kartel pa shpenzime për mirëmbajtje, plus mbi tërheqje me 0% shpenzime administrative. Fito shumë fish. Raiffeisen Bank. Jeto më mirë në shtetin më të ri. Teknomarket, kilometri i parë në magjistralin Prishtinë-Kosovë. Salloni më i madh i teknikës me çmimet më atraktive në vend. Kredi super të volitshme nëpërmjet NLB dhe ProCredit Bank. Data Project Electronics. Ne dimë çka shesin, ju dini çka vjeni. Shtetin e thambar Sërbra demokratike Në miksin të përhershme Me javët tonë Amerike Këna tjetër, unë jam Casey Cooper Johnson, ekspert për negociat ndërkombëtar në pikët strategjike edhe për ndryshe dhënë Kosovës. Si e shihni, më në fund na krejt qytetarët jemi bashku me qeveritë tonë të patriotik. Kundër 6 pikat të OKB-s për shtrirjen e ujit elektrik në Kosovë. Ska derë që është dash me mendu për këtë punë në qershor, kur është nisë bisedimet për 6 pikat me Beogradin. Kur nuk është bon për me vonu. Edhe qeveria jone ka plot drejt, mos me mendu për stenet, dhe sa bojt kriza. Për shka është maj qëtësuse, është që kemi kundër përgjegjë vetëm 4 pikat, që nuk na lënë shumë hapësirë për me negociu.
nuk shkon pazar me shit një golf 4-sh, e ti kusht afron 6.000, e ti e kthen jo, po du 4.000. Kjo s'bën. Për këtë arsye, unë e doni Kosovës, sot, kam e mbledh jo 4, jo 6, por 66 pika të Kosovës, si kusht për shtryen e EULEX-it në Kosovë. Qa është pika jote? Pika jonë EULEX-i më shtri, po me konë të teritorin e Kosovës. Pika nëmër 2, me mbrojt kufi të Kosovës. E pika nëmër 3, me shtri EULEX në tërë Balkanin. Nuk është keq edhe ajo. Nuk është keq edhe ajo. Për më ardhë EULEX-i në Kosovë, ta di që duhet me ngjëros flok në ngjyrë tënde. Banki Munit me ndrojnë e bu banvaki. Pika jonë është transferenca e qeverisë. Kam një pikë. Mendoj që unë duhet të jem ministri i punëve të jashtme në Kosovë. Që që t'jemi? Burim minister. Ani? Sot është dita jonë. Burim minister. Pika 32. Sama presidentitës ato pika por, zonë lirje me para por, me gjithë njerë gjithë të rezuku. Pika jame është që këtari parlamentit Kosovës, sa ku kas me gjithë, me ushtru pullë dhe dhe më po pak me fort, që pikat me konë sa më dërta për të. Jakub. Krasniqi. Bodybuilding. Për shpapin a ICO-s, ma shpak të dundët orë nuk punu. Pika jame. A në kremëtën mas dite? Që vikandin. Okej, faleminderit. A mundesh të më jap një pika për me paraqit në 66 pika? Për stani shtere unë më shallëzu, Fala. Okej. Qeveria do të menoj korrupsionin që bëgë vetë, lërës menoj qytetari mos me korruptu qeverinë e Kosovës. Faleminderit. Pika numër 51. Pika numër 59. Ambasador Amerikan Tina Kandanov duhet me azamentu me Britney Spears. Se kanë ty këtë njerëz me shkruat mrapa tash. Të shpia, Nësë kalzom, qka është pika jotë personal? Pika jemë është du me jetu në veri, në paqë, me pas lirit një tonë, asë për dojë ma shumë, asë ma pak. Vetëm tokën tonë të kemë të lirë. Pika e qeluar. Ashtu ashtu? Që është pikarisht.